Edhe pse ishte trumpetuar prej një viti, ligji për rivlerësimin e pasurive u miratua në kuvend dhjetor dhe u dekretua më 6 janar nga Presidenti i Republikës. Procesi për rivlerësimin e pasurive të patundshme nuk ka nisur ende të zbatohet edhe sot. Shkak është bërë mosmiratimi i akteve në ligjore nga Ministria e Financave, por kjo situatë ka shkaktuar një bllokim të tregut imobiliar, pasi qytetarët, bizneset dhe profesionistët e tregut të pasurive të patundshme nuk po kryejnë veprime pasi janë në pritje që të bëjnë rivlerësimin e pronave. Në zyrat e agjendëve imobiliare janë grumbulluar 10 dosje për apartamente, toka dhe objekte që pritet të rivlerësohen, por çdo procedurë është pezull. Sjell një lloj pengese shumë të madhe në lidhje pothuajse me 80% të transaksionet. Kemi me 10-100 telefonata nga gjithë Shqipëria që janë të interesuar si të japin vlerë pronave të tyre. Ky ngërç po krijon edhe hapësirë për manovra informale në treg me kontrata që vonohen apo marrëveshje që shtyhen në pritje të rregullave të reja. Kjo do të krijojë një stok shumë të madh të dosjeve. Kjo do të krijojë një ngërç dhe një mungesë likuiditeti për sa i përket të sistemit të shitjeve të apartamenteve. Mjafton të referohemi kontratave notariale të noterët nga janari deri tani. Mund të jenë rreth mbi 6.000 dosje që presin për të punuar nga ASHK-ja. Sigurisht që do të krijojë një ngërç, do të rrisi informalitetin, sepse ato transaksionet të cilët do të shkonin në procesin e rivlerësimit mund të kanalizohen në rrugë informale. I kontaktuar nga televizioni Klan, Ministri i Financave nuk ka patur një reagim zyrtar se kur do të jenë gati aktet nënligjore dhe se përse ka ndodhur kjo vonesë. Në të tilla kushte, ligji mbetet funksional vetëm në letër dhe jo me zbatueshmëri në terren. Ministria e Financave nuk sqaron as arsyeën e vonesave në përgatitjen e akteve nënligjore, por burime nga ky dikaster thonë se ngërçi qëndron tek mosmiratimi i çmimeve të reja të referencës.